Është zhvilluar dëgjesa publike me komunitetin para hartimit të buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2025. Pas zhvillimit të dëgjesave në çdo njësi administrative, tashmë kanë qenë këshilltarët bashkiak të Maliqit, të cilët në këtë dëgjesë kanë paraqitur kërkesa dhe sugjerime për punët dhe prioritetet që duhet të kehen parasysh gjatë hartimit të projekt buxhetit për vitin 2025. Ka dalë problemet që sa i përket shërbimeve publike. Dhe më tepër ka dalë tek ujit e pishëm, ka dalë tek kanalizimet. Aty duhet patur parasysh që të ketë në këtë buxhet çfarë mund të bëhet më mirë për të rregulluar ato problemet atyre fshatrat të cilët ne na ngritën djesat. Një diçka që është edhe një në gjithë besoj, është bujqësia. Dhe bujqësia kur them që ka të bëjë me prodhimet. Prodhimet janë në tokë dhe këtu duhet gjetur një formulë, duke harxuar 2 lekë më shumë, mendoj unë, që të gjetet formula për tregtimin dhe shitjen e këtyre prodhimeve. Kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu tha se kërkesat e banorëve, të cilat konsiderohen si më të rëndësishme për tu zgjidhur, do të jenë pjesë e buxhetit për vitin 2025. Ai gjithashtu ka informuar këshilltarët për një riorganizim që do të pësojë bashkia gjatë vitit të ardhshëm. Jemi ende në hapat e para të hartimit të buxhetit 2025. Riorganizimi i ri që po i bëjmë bashkisë do të thotë që ka një punë shumë të madhe për ne, se do të fillojmë disa hapa të tjera, i do ndajmë buxhetet tani në dysh. Një pjesë do jetë në ekzekutiv dhe një pjesë do jetë në agjësinë e shërbimeve, edhe kjo kërkon një punë të madhe prej nesh, prej strukturave tona. Edhe të tjerë këshilltar, por edhe kryetar të fshatrave kanë paraqitur kërkesa dhe ide të ndryshme për tu vendosur në prioritetet për vitin e ardhshëm.